Miqtë e Top News, mirë dita, unë jam Gjoj Malësia dhe jemi me programin Breaking. Do të qëndrojmë edhe sot për rreth 3 orë live me zhvillimet më kryesor. Do të kalojmë fillimisht me pamje nga parlamenti, punimet e cilit janë të ndërprera. Unë kam lidhje drejt për drejt kolegun Bekim Bici. Bekim, përshëndes, parashikoj të kishte një raportim vjetor të kryetarëve të institucioneve të larta të drejtësisë, përfshirë këtu Altin Dumanin dhe Olsian Çelën, por ka një mungesë dakordësie mbi mënyrën se si duhet bëhet kjo llogaridhënie. Praktikisht, majoranca kërkon që pyetjet të dërgohen me shkrim, ndërsa opozita insiston tek ideja që përballja të jetë e drejt për drejt. Çfarë po ndodh në këto momente? A mund të ketë një dakordësi për ta zhvilluar seancën? Të përshëndes Gjoj, në fakt që se edhe ti vijon le themi një lloj diskutimi dhe debati, dialogu në tryezë mes kryetarëve të grupeve parlamentare, ato të opozitës, por edhe kreun e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Taulan Balla, i cili ishte ai i cili kërkoi ndërprerjen e seancës për të paktën 15 minuta, por që si duket deri në këtë moment kanë kaluar më shumë se 60 minuta, pra më shumë se 1 orë nga ndërprerja e seancës, ku u kërkua një pushim, le themi, për të gjetur gjuhën e përbashkët apo për të gjetur dakordësinë për vijimin e seancës dhe mënyrën se si ajo do të vijojë. Partia Socialiste ka pretenduar dhe pretendon që seanca duhet të vijojë me pyetjet e shkruara, pyetjet të cilat janë dërguar paraprakisht nga të gjithë deputetët, të cilat janë mbi 70 të tilla, të cilat janë dërguar nga deputetët dhe janë regjistruar dhe le themi parashikuar në agjendën e Kuvendit të Shqipërisë, por nga ana tjetër opozita e refuzon këtë, kjo për shkak se sipas saj referuar presidenteve të mëparshme të Parlamentit të Shqipërisë ndër vite, sipas zotit Berisha dhe përfaqësuesve të tjerë të Partisë Demokratike. Të paktën në këto 30 vite të fundit, opozita dhe majoranca kanë patur të drejtën që krahas pyetjeve me shkrim të mund t'i adresonin këto pyetje të tyre, të cilat janë adresuar apo janë drejtuar Kuvendit për përfaqësuesit e institucioneve të larta të drejtësisë, janë drejtuar me shkrim, por mund të kenë edhe të drejtën që të njëjtat pyetje të bëhen nëpërmjet edhe interpretimit me fjalë në ambientet apo në sallën plenare, kjo për ta vendosur pyetjen në kontekst dhe jo për të krijuar keqkuptime apo nxjerrje të saj nga konteksti. Të paktën ky është pretendimi i Partisë Demokratike, por që nga ana tjetër duket se nuk e ka deri në këtë moment dakordsinë e majorancës socialiste, e cila është e vendosur që të vijohet sipas saj me zbatimin e rregullores, që të lexohen pyetjet e shkruara dhe të dërguara paraprakisht në Kuvend, drejtuar edhe drejtuesve të institucioneve të larta të drejtësisë, të cilat janë të parashikuara për të raportuar ditën e sotme në Kuvendin e Shqipërisë. Janë 5 institucione, duke nisur nga Prokuroria e Përgjithshme, nga struktura e posaçme antikorrupsion dhe më tej me Këshillin e Lartë Gjyqësor, Këshillin e Lartë të Prokurorisë apo edhe Inspektoratin e lartë të drejtësisë. Referuar këtyre raportimeve, duket që të paktën deri në këto momente kjo dakordsi mes opozitës dhe majorancës nuk është gjetur dhe vijon ende diskutimet pikërisht në këtë mbledhje të kryetarëve të grupeve, ndonse nga Partia Demokratike mungon kryetari për shkak të vendimit për përjashtimin e tij, pra të zotit Gazmend Bardhi, dhe është në cilësinë e nënkryetarit përfaqësuesi i Partisë Demokratike. Nga ana tjetër, vlen të theksohet që e gjithë situata u bë tashmë, le themi, prej disa seancash plenare të Parlamentit të Shqipërisë, që ndërpritet seanca për shkak të pikërisht këtyre pretendimeve të Partisë Demokratike që duhet që pyetjet për institucionet e pavarura të cilat raportojnë në Kuvendin e Shqipërisë të mund të bëhen me edhe, le themi, verbalisht apo në mënyrë të drejtë për drejtë nga ana e deputetëve të cilët kanë shprehur interesin për të bërë pyetje dhe jo vetëm me shkrim. Këto kanë qenë edhe, le të themi, objekti kryesor i të gjitha debatave, të paktën në 3 apo 4 seancat e fundit, ku ka patur të parashikuar raportim të institucioneve të ndryshme, ashtu siç ndodhi edhe ditën e sotme, pasi vlen të theksohet që pak pas orës 10 nisi seanca plenare e kësaj të hëne, seancë e cila në fakt në vetvete është seanca e cila vjen pas javës gjelbër, javë e cila nuk ka patur
Po, javë e cila nuk ka patur, le të themi, seancë plenare javën e kaluar, kjo për shkak për t'i dhënë kohë deputetëve për të takuar me zgjedhësit e tyre por për shkak të agjendës tjetër, pra të raportimeve apo të publikimit të raportimeve të institucioneve të pavarura në kuvend, janë shtuar dhe këto pika të rendit të ditës, pra 5 raportime, por nga ana tjetër u arrit që me konsensus të votohen për 2 pikat e para të rendit të ditës, pra projekt vendimet për ngritjen e komisioneve të posaçme, ato të komisionit të reformës zgjedhore dhe komisionit për reformën territoriale. Vlen të theksohet që të dy këto komisione, njëri u votua me 113 vota pro dhe 3 vota kundër, ndërsa tjetri me 100, pra komisioni i reformës territoriale me 115 vota pro dhe 3 kundër. Votat kundër kanë qenë votat e Partisë Mundësia, pra të zotit Agron Shehaj dhe zotit Erald Kapri, por edhe të deputetit të Lëvizjes Bashkë, zotit Redi Muçi. Të 3 deputetet kanë votuar kundër që për të 2 projekt vendimet. Zoti Shehaj në një prononcim më herët u shpreh që partia e tij nuk do të bëhet pjesë e një pislëku, e konsideroi ato të Komisionit të Reformës Zgjedhore mes PD-s dhe PS-s, pasi sipas tyre Partia Demokratike dhe Partia Socialiste kanë bërë apo janë në marrëveshje në kurriz të partive të vogla dhe pikërisht pjesëmarrja e Partisë Mundësia si parti e re dhe parti e vogël do ta bënte pjesë ato, pasi dakordësia dhe numrat janë në disfavorin e tyre dhe sipas tij do të shfrytëzojë të gjitha mundësitë e tjera, qoftë në media por dhe jo vetëm, por në komisione parlamentare për të bërë publike të gjitha shqetësimet e Partisë Mundësia dhe pretendimet e tyre përsa i përket reformës zgjedhore dhe territoriale, por të paktën la të kuptojë që nuk do të jetë pjesë e kësaj reforme, pavarësisht se le të themi në rregullorin e 2 komisioneve të posaçme është parashikuar që një deputet apo një përfaqësues do të jetë edhe nga ato parti parlamentare të cilat kanë arritur që të kenë parti opozitare, që kanë arritur të kenë 2 mandate deputeti. Ndërkohë që një farforme janë përjashtuar nga antarësia në këto komisione partit që kanë arritur të marrin vetëm një mandat, por që sipas zotit Balla por dhe zotit Berisha ato nuk janë të përjashtuar nga le të themi pjesëmarrja në këto komisione, duke dhënë edhe idetë apo propozimet e tyre, pavarësisht se nuk kanë pesh vote. Kjo është pak a shumë ajo çfarë ka ndodhur deri në këto momente në Kuvendin e Shqipërisë, një seancë që siç e thash dukej që duhet ishte maraton të paktën referuar edhe asaj çfarë ishte rënë dakord në konferencën e kryetarëve paraprakisht që të mund të diskutohej, pra të kishin kohë për secilin prej raportimeve rreth 150 minuta kohë për pyetje dhe përgjigje, por nga ana tjetër referuar pra të gjithë kësaj do të shkonte një në rreth mbi 12 orë diskutime dhe debate në parlament, por e gjitha ajo çfarë po shohim deri në këto momente është një debat për procedurë ku demokratët, opozita në tërësi vijon të këmbëngul në raportimet dhe bërjen e pyetjeve në mënyrë të drejtë për drejtë dhe leximin e tyre nga vetë deputetët, edhe duke shpjeguar apo duke vendosur në kontekst dhe duke i interpretuar pyetjet e tyre dhe jo vetëm duke i lënë ato të shkruara siç janë ndërzuar pranë Kuvendit të Shqipërisë, pasi mund të krijonin, le të themi, hapësira për shmangje nga përgjigjja dhe jo vetëm. Ndërkohë, Bekim, lidhur me debatet për reformën zgjedhore, që përmendet e ti kishte një përplasje edhe me Agron Shehajn, por ne sapo dolëm nga një palë zgjedhje, kur do të marrë fund ky rendi ciklik i reformës, pas reformës, pas reformës, pas reformës. Çfarë po ndodh dhe realisht çfarë po përpiqen të ndryshojnë sërish partitë politike? Në fakt, Gjoj, duket që mund të jetë mundësia më e mirë për të, le të themi, thonjza për të marrë fund ky kalvar ndryshimesh përsa i përket reformës zgjedhore, për aq kohë sa Shqipëria pretendon që të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Kësaj do duhet të ketë një lloj përafrimi, për të mos thënë një lloj përshtatje të gjithë sistemit ligjor të Shqipërisë, në këtë rast edhe reformës zgjedhore dhe apo ligjeve zgjedhore, çka mund të ishin një lloj
mundësie e artë nëse do të mund të gjende gjuha le themi mirë kuptimit e dialogut mes forcave politike atyre në opozit dhe atyre në majorancë për të patur një reformë zgjedhore të unifikuar, të dakordsuar mes palëve, por kjo nga ana tjetër, nga Partia Demokratike duket se nuk ka shumë besim tek majoranca, kjo për shkak edhe të forcës së kartonëve që ka majoranca socialiste deri në këto momente, pra janë 83 mandatet apo 83 vota që i ka si majoranca apo si parti e vetme përfshirë edhe votat e tjera të Partisë Social-Demokrate që janë të paktën 3 vota, 86, por edhe ndonjë votë tjetër që mund të rrjedh. Referuar kësaj, Partia Demokratike nuk është se ka besim që mund të ketë një, le themi, një reformë të përbashkët apo një reformë të dakordsuar dhe pritet nga ana tjetër pavarësisht se çdo kush apo le themi secili prej zyrtarëve publikisht shprehet që do të mundohen apo presin që të ketë një dakordsi dhe votim të një raporti të përbashkët, por ashtu siç edhe ka ndodhur më herët, mund të kemi edhe dalje me 2 raporte. Një raport nga ana e përfaqësuesve të Partisë Demokratike apo të opozitës në tërësi në Komisionin e Posaçëm të Reformës Zgjedhore dhe asaj territoriale, dhe një raport tjetër nga ana e Partisë Socialiste, e cila vlen të theksohet, siç e thash edhe një herë, i ka votat dhe mund të kalojë në le themi raportin e saj duke rrëzuar ato të Partisë Demokratike. Por këto janë vetëm supozime, vlen të theksohet, këto janë vetëm supozime, mbetet për të parë nëse do ta mund të arritet që në 9 muaj kohë të parashikuar paraprakisht për sa i përket punës së reformës zgjedhore të mund të ketë dakordsi mes të dyja palëve. Pasi vlen të theksohet që në mungesë të dakordësisë, atëherë mund të shkojmë pikërisht edhe me këtë votim të njëanshëm të raporteve politike për sa i përket kësaj reforme. Nga ana tjetër, OSBE-UDIR vijon të këmbgul në adresimin e të gjitha rekomandimeve të saj të bëra ndër vite. Pasi vlen të theksohet që të paktën ashtu siç thuhet edhe në le themi parashikimin e Komisionit të Posaçëm për punën e reformës zgjedhore, janë të paktën në 3 zgjedhjet e fundit, të cilat rekomandimet të bëra nga OSBE-UDIR, të cilat nuk janë adresuar apo nuk kanë gjetur zgjidhje dhe zbatim në reformat e tjera, në reformat e tjera apo le themi në zgjedhjet e tjera pasardhëse. Mbetet për të parë tashmë nëse do të mund të gjendet gjuha e përbashkët, ndërkohë në këto momente do të ketë një pronësim nga sekretari i përgjithshëm i Partisë së Lirisë, Tedi Blushi, një herësh dhe kryetari i grupit të Partisë së Lirisë, për të parë nëse do të cili është qëndrimi apo vendimi që është marrë mes kryetarëve të grupeve gjatë mbledhjes që u bë le themi me propozim të kreut të grupit të Partisë Socialiste, zotit Taulant Balla. Mbetet për të parë nëse është arritur një dakordsi për vijimin normal të seancës duke adresuar edhe pyetje apo është gjetur një gjuhë tjetër e përbashkët.